do me hop një lokal këtu në Itali. Aja mu ma ka hop një flok, një vullnet. Ja kom nis vetë mendimin e familjes me lokalin e parë, tash të kom arrit mi pos 4 lokale. Vjen kryetari i komunës, vjen avokati. Jena ardhe në 2004 në Itali për mu bashku me babën. Baba ka pasur në Mallë të Gjashten këtu. Kur kom ardhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë se kom lind me një fshatë e kom ardhe me një qytet. E për mu ka të merë, se sidomos edhe kom blo babgjyshin, e kom blo në Kosovë, e kom blo familjen, e kom blo rrethin, shoqërinë. Babgjyshi për mu ka si babë, se babën e kom pas të hek në Itali, të na mojt në Kosovë. E kjo më ka shtin shumë pak 3-4 vjetë të para në Itali, më ka një farloj depresioni, më nga gjej babgjyshi, ndëgjesha çdo ditë. Po kjo tani më ka shtyr për më bën shumë më mirë gjatë jetës, se me dy kultura është më kallaj. Kur më kry shkollën 18 vjetë, ja kom nis me punu si kamerier, kom bërë sezona. Kom bërë sezona në për Itali, vende turistike, Madonna di Campiglio, Lago di Garda. Kom bërë offer 11-12 sezone. Kom ujtë me kërësi kapak edhe kom ujtë me hop lokalin e parë këtu në Trento, para 3 vite. Në këtë vend ku jena këto që tash, thjerë dasku, se unë e kam e më shkumbim për këtu më thrasin sku, se shumë zero është me theksu. Edhe e kom ndesh me thjerë lokalin dasku vetëm për një qëllim. Për me kallëzu që është të bëjë një punë prej meje edhe një koncept i jemi, se i bëj këtë prodhimet këto. Kur kom bërë para 3 vite, këj lokal u ka të falimentu. U ka të falimentu edhe kom hop lokalin e parë me ndimin e familjes, me ndimin e babës, me ndimin e mamit, me ndimin e dajve me gjallarve që i kam këtu për rreth, më kanë ndihmu këtë kapak, kena mujt me hop këtë lokal. Në këtë lokal ofroj vetëm receptet mia, pije alkolike, bëj likore, bëj sirupe, bëj sherbeta, bëj shumë prodhime shtëpiake me një koncept temin. Është diçka që shkon shumë këtu në Itali, se njerëzit vinë më relaksu, vjen me post një pauzë ndaj punës, ndaj jetës, ndaj monotonisë. Na e hopëm lokalin në 18 të akşamit, e mbyllëm 2 të mëngjesit, po s'pujna kur me mbyllëm 2 të mëngjesit, se kena gjithë mështeri. Si shqiptari mirë, na mështerinë nuk e përzojna, nuk i thojna e kena mbyllë lokalin, po presim 1 orë, 2, presim, se jam me fat që jam shqiptar, se na për shembull musafirin e presim. Ja japëm senin më të mirë, japëm musafirit. Vjen kryetari i komunës, vjen avokati, vjen shumë njerëz kështu, po për mua tani çdo klient është një lloj. Kur të ka respekt ndaj meje, ndaj punëtorëve të me, ai e fiton respektin ndaj meje, kam e kalu një natë ose një ditë të bukur, kam pas një kujtim të mirë. Ideja për me nis me prodhime ka ardhur para 4 vite, para 5 vite, tani 5 jam bë. Ja e kam bën një kurs për me bën mixology. Mixology bjen ai që i bën mishelacione, që i bën prodhime, që i bën recepta të veta. Kur e kam bën kurs, kam qenë kamerier, ju më dashuru. Po më ishim prodhu diçka teme, një ide teme, me bën një recept teme. E me fat mu Covid më ka pru shumë. Se në Covid, unë kom pas kry kursin para Covidit, edhe në Covid 1 vjet e gjysmë mbyllur. Prodhime, bëjsha bok, bëjsha fermentacione, bëjsha vina, bëjsha likore, bëjsha... 1 vjet e gjysmë njëri zhvillohet shumë, kur ta bën vetëm një sen. E zhvillon qatë sen shumë. Tani, une me fat, ku mujt me kërësi pak, ku mujt me qelë lokalin e parë, edhe kam këto poshtë, kam laboratorin ku i furnizoj këtë lokalit e mia, ku i prodhej prodhimet e mia. Për shembull, një është dedikuna edhe për nonën teme, thirret Tota, koktejli, e bëj një likor me drandafilla. Se nona më ka pas kujtu, kur kam vogël po ishin një farë shirupi me drandafil, me citronez. E tani thash, kur vjen çaf mia dediku këtë pije mamit për këtë sakrificë që ka bën. Këto prodhimet e mia vijnë vetëm për këtë sen në këtë lokal, se këtë lokal ku e kam marrën ne, u ka pak i degraduar edhe jashtë qendrës së qytetit. E vinë vetëm për me pas këtë eksperiencë, me provu diçka të freskët, se e prodhoj këtë sen me produkte të freskëta, edhe diçka ndryshme. Ka shku edhe gazeta Corriere della Sera, që është shumë e famshme amo për veri. Janë çudit shumë se i kom hapur 4 lokale për 3 vjet. Për 3 vjet e kom hapur 4 lokale, sakrifica shumë të moja, unë flej 3-4 orë në ditë, s'flej ma shumë. 3-4 orë në ditë, se ndej në 4 punej, në 8:30 qona, edhe ja nisi ditë ja fillojnë. Po mu më pëlqen gjithë kom me pas një jetë
me angazhim. Mos me pos vakt me menu, po me vepru. Më pëlqen kjo sen shumë. Ja kum nis vetë, tash jemi 20 punëtor. Normal italian për çdo njeri që kur nis 25 vjeçor deri kur i ka bën 28 vjet, i ka hop 4 lokale e i ka jap punë 20 vetëve, ku ato lokale janë të mbyllta, është diçka që thu wow, se të mbyllta janë. Unë kam kriju 20 vena punës. Kjo më bën shumë krenar. Mirë se erdhët, që kjo është lokali i dytë, La Pinta, thirret, da sku koncept. Është një Irish pub, është shumë i bukur. Këto s'kum desh mi bë vetë konkurrencë, punojna shumë me birra, në lokalin e por s'kam birra. Këtu punojna shumë me birra edhe pi alkolike shumë të shpejta, gin tonic, sene shumë të shpejta, se lokali ka një kapacitet ndryshe dhe s'mujna bë përgatitje të këndshme. Pesi e kom marrë ne, këna shtu edhe një shërbim tjetër, bëjna pizza, apo jo pizza klasike, po bëjna pinza, që është një lloj pice romake, është pak më e lartë, pak më e madhe. E bëjna tre forma ndryshme, një për një person, një për dy person, një për grupe, për 4 persona. Se këtu ndodhet shpesh kena grupe, vinë me hongër pizza, vinë me bë pi, me relaksu, me bë ditëlindje, se është një vend pak më i madh. Mund me bë grupe pak më të mëdha. Kena edhe biljardën. Biljardën na bën kogja punë, se vinë njerëz me relaksu, me bën një lojë, pinë 2-3 birra dhe hecin. Këto janë Mattarello, ofër Trentos, janë 6 km për lokalit por. Këtë lokale kom qelë në një vjetë masi kom qelë lokalin e por. O konë si loj bijot, se nuk o koto hecë shumë mirë dhe i kom vizitu këtë tarmat që më kanë ardhë për lokalit por në lokalin e dytë. Nuk o konë sigur që hecë që shë kom përminu. Po shqyqër zotit ka hecë mirë, i ka pëlqy edhe, se këto jena me katon, nuk jena bashkë në qender, i ka pëlqy edhe katunit që kena pru një pizë frest, me prodhime të fresta, me prodhime tona. Jam shumë i knasht, ka orë dhe një kusherën e jemi prej Kosovës me punu këto. është pizza Jolione, kam mësu një zanatë. është 20 km për i Trentos, ofër. është me një palat shumë historike, ka ofër 700 vjetë. Këto e kemi marrë këtë lokal, ko i mbyllë 3 vite. E kom hopë para 1 viti. E kom hopë një dotë sërejme, se është ditëlindja vllavit tem 5 mars. Jam i lidhë shumë me tonë, tani e kom zgjedhë si ditë e hopje, 5 marsin. Edhe jam shumë i lidhë me këto, se baba jem kur ka orë në Itali, në 96, ka punu qëtu në Pergjino Alsugana. Edhe ka orë me një motorcikletë, me pedale deri këto, e është pak rrugë e gjatë dhe nuk është shumë e mirë. Edhe sa herë të vi, kur t'jam i lëdhë, kur t'jam pa motivime, vjen men kjo sen e motivuna, vjen forca e puna jalo ma shumë. Jam shumë i lëdhë për këtë sen, është një lokal, sikur lokal i por, kam këtë pjetë alkolike që i prodhej atje i bëj edhe këto, për dallon vetëm pak se këtu kam ma shumë vina, se është një katon ku vina pëlqet shumë. E kom gjetë 2 punëtorë këtë katunit fillim, për me mujtë me morë rrethin e katunit, ashtë më gorë një shqiptar shumë njeri besës, më kunaqe, jena të punu shumë mirë, ja ka njësë me punu hala ma mirë, jam shumë i knaqë. I ka bo një vjetë, është një vend ku organizojna shumë ditëlindje, bojna feste në fakultetit, kur të marrojnë fakultetin, edhe mbledhen shumë rinia, po jo vetëm rinia, se është edhe shumë vend romantik, vinë edhe qiftet, vinë edhe në takim të parë, vinë. Mirë se erdhë në lokalin nëmër 4. FC Das Club, janë 2 lokale, një në altë, një poshtë, janë 2 koncepte ndryshme, në altë bojna brunch, pancake, japoneze, si kaftjalli jonë në Kosovë. Këtu nuk janë të mësu me këtu përgatitje, kanë qefë me veç brioche se në venë, po janë shumë kurioze, po vinë me kërkue, janë shumë të pëlqyne. Poshtë është klub, hinë pinë për Armonit, është më sheftas, ditën është mbyllur lokali poshtë, vetëm në altë jemi hopër. E tani e hapëm në 6 takshamit e hapëm edhe poshtë. Këtu është një klub, ma shumë për rinia, ma shumë për ditëlindje, ma shumë për ceremonie sulejme o për këto sene, vinë këto, kemi shumë rezervime, sidomos në premtën edhe shtunën. Kjo objekt është shumë i vjetër, është ban 1200-ën objekti, e nërë kom të tona është pjesa romake.
por nuk kanë ngërmu. Është shumë i vjetër, i ka 800 vjet, është shumë i mirë, kanë lindë si lokal. Njëra janë ka podrumi i banesës, i pronorit banesës të shtëpisë. Ka lindë si lokal në vitet 85-ta. Pjatujt ka pas shumë njerëz që kanë hudhëheq. 5 vitet e fundit ka qenë mshel, edhe kjo ka i falimentuar. E kemi marrë kështu na. Edhe kemi zhvillu. Ka pas shumë punë, kemi pas 7-8 muaj punë për me arrit deri ku jemi tani. Se tu i dheq 3 lokale, plus tu i bon këtë punë me familjarë si lokalin e parë. Ja kom nis vetë mendimin e familjes me lokalin e parë. Tash të kom arrit mi pas 4 lokale, i kemi 20 punëtor. Jemi të bëni punë shumë të mrekullueshme, jemi shumë të kënaqur. Një mesazh për tritë. Keni besim vetveten edhe pja kallëzoj një histori që mu më ka motivu shumë. Kur më ka 23 vjeçari, më shku me këshirë lokalin e parë herën e parë për me marrë, s'kom pas kapacitet me marrë, por kom shku, më kanë gjithë kurjez. Edhe ato e kom zatet një asimtar temin. E kom të regu du me hop lokalin tem. Ja ka njësë me kesh, kështë ti karpoz do me hop një lokal këtu në Itali. Aja mu ma ka hop një flok, një vullnet, një fuqi që tash ti kom hop 4 lokale. Kështu që nëse në kush ju thët që s'poni me bëti diçka, për ju du me ka energjia më e madhe. Floka më e madhe du me jop jetë dhe du me tha, one kam e të kalzu ty që one moj me ba. Që kjo është mesazhi që kam qep një kalu krejve. S'ka fërse.